Në lagjën Mahalla Re vazhdon puna për rikonstruksionin e 7 rrugëve të përfshira në projektin e fituar nga Bashkia Shkodër përmes Ministrisë së Ekonomisë. Të nisura disa muaj më parë, punimet po ecin me ritme të shpejta. Prej afër 2 javësh në rrugicat e shumta që ka kjo zonë po punohet për shtrimin e asfaltit. Me përfundimin e punimeve pritet të ketë një impakt pozitiv në cilësinë e jetës së banorëve. Investimi që po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit pritet të përfundojë brenda 6 muajve nga nisja e punimeve. Ndërkohë paralelisht është duke u punuar për nivelimin e rrugëve dhe rrugicave të tjera dhe më pas do të ndërhyet me shtrimin me asfalt të tyre. Punimet për rikonstruksionin e rrugëve dhe rrugicave këtu në lagjën Mahalla Re po vijojnë me ritme të kënaqshme. Prej 10 ditësh tashmë ka nisur edhe shtrimi me asfalt i rrugëve dhe i rrugicave. Në këtë zonë po punohet në disa drejtime, ku krahas ndërhyrjes në infrastrukturën rrugore, po punohet edhe në vendosjen e kabullit të linjës 20 kV. Një investim ky shumë i rëndësishëm jo vetëm për këtë zonë, por edhe për një pjesë të qytetit ku kalon kjo linjë. Ky investim me vlerë rreth 77 milion lekë me TVSH përfshin rrjetin e kanalizimeve, të ujërave të bardha dhe të zeza, asfaltimin e rrugës dhe ndriçimin e saj.